Dy pisha. Dy pisha me raj, në të njëjtën tokë, me të njëjtën gjyrë, me të njëjtën bardhësi. Të dyja qenë djegur, kush e di sa herë, me kujtime t'idhur tallë dhe iliri. Dhe por si dy motra që nuk vdesin kur, dielli të praruar, çdo ditë t'i afrohen. Prej ditën e ditë, i hapin kurorat, sa më shpejt të rriten, më shpejt do të bashkohen. Njëra motër emrin, na e ka Kosovë, motrës tjetër pota, i thot Shqipëri. Dan nga dalës duket, do t'i bashkoj koha, e do a shkruaj emrat në një emër të ri. Tek e fundit të emrit, rëndësi nuk ka, letë rritën bashkë dy pisha të mëdha. E na të pyll të dendur, në për çdo mëngjes, do të t'i cërojmë pa kufi në mes. Dhe tani do ta dëgjojmë vjershen Kënga mbi emrave, të cilët do ta recitojnë nxënësja Njomza Mahmuti. Kënga mbi emrat. Të gjithë ne nga koka në themër, kemi emër e mbi emër. Me shumë zili, emri ruhet. Po mbi emri, çka na duhet? Emri është më i ri në letër, e mbi emri shumë më i vjetër. Por sot rejat disdiqmohen, e të vjetrat demodohen. Por a e dini, thonë për emrin, se stërgjyshe e kam mbi emrin. Dha nuk është kjo çudi, vi në bot miliona fëmijë, dhe çdo emër plaket prore. Me mbi emër t'vet përdore. Mbi emrat sa do të moshuar, rrojnë si yje të pashuar. Pas çdo foshnje, pas çdo gëzimi, nisin jetën nga fillimi. Por mbi emrat kam pak droj, mos dojnim do t'i turprojnë. Sepse emrat vijnë e shkojnë, e mbi emrat mbijetojnë. I mjafton një njollë në ballë, e mbi emrit të bëhet përrollë. E vazhdo programin edhe me një pikë muzikore. Nëna ime në NZ, të cilës do t'i japin shpirt grupi interpretuese të vegjël parafillor. Dhe pas saj nxënësja Rinesa Ademi do ta recitoj poezinë e dy triangullit Shiu i Madh.
vive një shi, që veç poetët, qmante po t'i larta. Dhe ra kjo shi, pa pritën vi njerëzi, poetët u lajthitën pas një nata. Filluan të kopjonin veç një varg, të kishin të përbashkët veç një metafor. Për shembull, jam Homeri, jam Bust në park, jam Sofokli, Eskil e Pitagor, jam rrugëve të Timash e Rufej, jam dhe konstelacion në qiell, jam rap me rënjët pleksu në përdhej, jam udhëtar që kam në sup në djem. Po nga kërshi su lartë vish një poet, se ishte fshehur në një pyll të dendur. Poetët e lajtitur në qytet, e qashmin dhe i thoshin, je i qmendur. Dhe u mërzit poeti në vetëmi, se talëshit të qmendurit poetët, dhe e duste zotin që të binte prap kërshi, që dha i të qmendej si të tjerët. Tani radhën e kap një tregim për fëmijë, që do t'na shpalos vlerat e muajve të vitit. E silli para jush grupi recituesve. Edhe pas dy recitues, Olta dhe Blerdi, do vi para jush me vjeshin si kur të ishin për emra. Se shkrenohen, në pranit të tjerve si shumë lavdërohen, si kur gjelat ata krekosen, kur mes vetes ashpër lafosen, se cili dëshiron të jeti par, pa i vërgjërat fare në kandar, si ti qesim vlerat në veshore, kur janë në varg, si dorë për dore, i pari të fundit se dëgjon, se largësia i pengon, andaj të gjithë tokë si kur grumbull, vendosën të bëhen grumbull. Për të mos u larguar së mbarës, vendosën të flasin si pas radhës. Si pas renditjes në kalendar, foli janari muaj par, dhe ashtu si e shpritur, u ngrit në këmbë e qëndroj gatitur. Në balë të gjithëve sa po doli, me krenari nisi e foli. Me mua s'kollo e mahi, se on i pri vitit të ri. Këndej të gjithë, hapni veshët, e mirë dëgjane, si pas urdrave të mi, duhet të punane. Unë më shumë, s'po e zgjate, të mbretëroj arsyeja e jo i nate. Jo, kote ke, kemi hyrë në një epokë të re. Ndër të gjithë si moj urti, nuk vonoj shumë e foli shkurti. Tu a them sa më herët, i kam dy veti që nuk i keni ju të tjerët. Më së miri nga fëmijët dihet, me mua dëbura fillon të shkrihet. Por, edhe në çdo të 4 vit, jam e zgjatur për një ditë. Këtu veti ju se keni do të krahasoni me mua e keni këtë. Duke u bërryn në balë doli, shumë krenar marë si u foli. Gjykoni vetë se e kam vlerën. Jam i vetmi muaj që sjell pranverën. Vlera ime matet me ok, se o sjell unë në tokë. Pra, unë jam pa të meta, me mua fillon të ngjallet jeta. Unë rezatoj si kur ylli. Me butësi u foli prille. Ku do unë u andriti fëtyrën, si nuse me lule e sëli si natyren. Unë të qeshurit me zi po e mbaj. Me krenari u foli maje. Kur unë ritmi nuk e ndali, me mua fillon të mungulloj mali. Dita pare imja është si kuror, dit pushimi për punëtor. Nuk ka asgjë për të çudi, se me mua fillojnë të piqen qershit. Këtë e tha me mburje qershori, sa po fjallën a je mori. Por, edhe dita e me parë, është ditë për të drejtat e fëmijëve mbar. Andaj, ku do gjithmonë, ata më së shumë të mua më donë. Duke ngrënë një kokër fiku, e mori fjallën krenar korriku. Ja Flori e shkuar Floriri, andaj jam muaj më i mire. Vlera ime nuk ka fre, unë jam muaj bukës së re. Duke i shkuar rëkej lotët sa grushti, pak me mburje u foli gushti. Nga do të shkoni e ku do të veni? Vlerën time, ju se keni. Unë jam muaj i pushimeve, po për fëmijë edhe i dëfrimeve. Për të shërbyer sa më mirë shëndetin, gjatë kohës time shkohet në deti.
Me krenari u krep kosështatori sa po erdhi radha e folje. Ditët e mia janë fjolla, se i të bëj nxënësit në po shkolla. Me mua nxënësit vit për vit, fillojnë t'i zgjerojnë njohurit. Se sa shumë fëmijët mua më donë, pjet një ata do t'ju tregojnë. Tha tetori. Sot të mburam shumë, por për një orë më gjatë, fëmijët i lë të bëjnë gjumë. Kur erdhi radha që të foli, me këso fjalisht që drejtua nëntore. Në ditët e mia ka ndodhur ngjarje me shumë rëndësi, që kanë mbetur vull në histori. Me 28 nëntor 1443, me gëzim e buj, Skënderbeu e ngriti krenar flamuri në kruj, që në histori njihet si nëntori par, andaj kur doherja me këmbë të mbar. Po me të njëjtën datë, më 1912, duke i vënë çështjes shqiptare kuror, Ismail Qemali me is boletinin e ngritën sërish atë flamur në Vlorë, që njihet si nëntori dytë e që rëzaton dritë. Në ditët e mia që janë si ditët e hirit, u mbajt kongresi alfabetit Shqipi Manastirit. Pra, po e shihni sa të rëndësishme i kanë vlerat, pa i numruar edhe ato të tjerat. Unë kam rëndësi të posaçme. Ndoj hyri djetori, i cili si pas radhës i fundit fjallën e mori. Mund t'ju them me krenari, ku do natyrës i cil bardhësi, prandaj mos harrone, se si as një muaj tjetër, ju asjall vitin e ri, duke u apërcjell vitin e vjetër. Cili nga ata epitetin e më të mirit e kishte hak, vendosën ta pyesnin një gjysh plak. Dhe, sa po gjyshi plak të gjitha i dëgjoj, me fjallë bujare me svete i pajtoj. Ju do të jeni të bashkuar e të lidhur me unitet, se cili ka vlerën e patjetërsueshme në kohën e vendit të vet. Mos e të merrni ato që ju dëmton, po synoni ta zgjedhni me këmbgulje ato që ju bashkon. Që të jeni të harreshëm me papringa të rëni, kujdesuni me të qenjen aty ku vendin e keni. Të faleminderit që me muari qysh, këshillat e tua gjithnjë do t'i kemi parasysh. Të ishte pa emër të gjithë në këtë botë, si do të thërriste mësuesi për notë. Si do të na fini lidha në shtëpi, që emër të shkruani në librin e ri. Në telefon do të thëras Mironi. Alo, a jeti Filoni? Na do ishte të mos kishim emra, tharu ka qloni ju rrezemra. Kur do të lëshoj orën pa leje, munges do merrte shoku pra meja. Tani radhën e kanë që të marrin me njohjet ata të cilët ishin më të vjerit për këtë vit. Ftojnë drejtorin e shkollës që t'i ndajnë lavdatat. Në fakt, këto lavdatat do t'i ndajnë 3 veteranët të arsimit, ftoj mësuesin Recep, mësuesin Ilmi, mësuesin Ismail, që t'i ndajnë këto me njohje për nxënësit më të vyer për këtë vit shkollor. Por para se të ndajnë këto me njohje, dua të falenderoj të gjithë mësimdhënësit që përgatitën këtë program, pa përjashtim se cili në rolin e vetë, dhe njëkohësisht kam edhe një mirënjohje tjetër që ta ndajën për kompaninë e shpërndarjes të internetit Bekanet, i cili pajisi shkollën me internet. Ftoj përfaqësuesin e Bekanet. Nxënësit e kësaj shkolle, e gjithashtu i përshëndesin nxënësit dhe i urej sukses të matutjeshëm e sa më mirë. Gjithmonë i shoda dohen ma shumë rota. Klasa e para një, Suela Abdullahu. E dyta, Rejan Qerimi. Mustafa. Ilta Zemeli.
Elisa Rahmoni. Elma Zeneli. Fjolla Ademi. Eduard Feta. Eliza Zhegrova. Zanfina Berami. Arlend Feta. Erlet Huseni. Gentiana Zeneli. Ve Arta Feta.